Ndërkohë Anila, po sot një tjetër emër i rëndësishëm i mazhorancës socialiste përballet në gjykatë. E kam fjalën për Erion Velia, i cili ndodhet në seancën e gjyqit ndaj tij. Na tregos se çfarë po ndodh aty? Doris, seanca paraprake me 30 të pandehur midis tyre edhe kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u mbajt me 2 erë të mbyllura. Procesi është hyrë në datën 5 janar me kërkesë të palëve, teksa disa nga të pandehurit vijuan kërkesat e tyre mbi hetimin dhe mbi çështjen e fashikullit, duke kërkuar pushim të çështjes e po ashtu edhe imposhtë akuzave të prokurisë së posaçme, që kanë ngritur çështje dhe dyshime mbi afera korrupsioni, falsifikim dokumentash dhe pastrim parash. Ndërkohë ishte i pranishëm edhe Erion Veliaj dhe avokati i tij Arthan Gjermeni, për të cilin kryebashkiaku i Tiranës kërkoi që të largohej nga mbrojtja dhe për këtë arsye gjykata e zvendçoi me një avokate kryesisht dhe konkretisht me zonjën Valentina Teodorescu, por sa kaq gjatë këtij procesi Erion Velia depozitoi edhe një kërkesë tjetër të ripërsëritur tani më e të shqyrtuar edhe në datën 2 dhjetor, një çështje e cila për cilën u vendos nga gjykata që të rrëzojë kërkesa dhe për këtë arsye gjatë ditës sotme Erion Velia kërkoi që të revokohet vendimi i datës 2 dhjetor që lidhet me nxjerrjen e tij nga kafazi i qeltë, sepse kam gull që nuk po dëgjohet në mënyrë të barabartë dhe nuk po trajtohet në mënyrë të barabartë, dhe nga ana tjetër se po shkelen të drejtat kushtetuese dhe se po denigrohet pikërisht me mbajtjen në kafazin e qeltë. Kërkesa tjetër e Erion Veliajt lidhet me pikërisht aksesin në fashikujt e hetimit që janë gati 60.000 faqe dhe që Erion Veliaj insiston se nuk janë vendosur ende në dispozicion. Është e vërtetë përmend në kërkesën e tij kryebashkiaku i Tiranës se materialet janë vendosur avokatit mbrojtës, por ligji parashikon që po ashtu këto materiale, pra materialet hetimore dhe fashikujt, t'i vendosen në dispozicion dhe të pandehurit. Kjo kërkesë më herët është hedhur poshtë nga gjykata, e cila ka kujtuar se janë vendosur në mënyrë elektronike fashikujt e hetimit. Megjithatë Erion Velia ka replikuar duke i kujtuar gjykatës dhe SPAK-ut se megjithëse janë vendosur në rrugë elektronike, ai nuk ka asnjë mundësi që t'i aksesojë përderisa nuk i vendoset në dispozicion një pajisje dhe një kompjuter në mënyrë që t'i lexojë, dhe për këtë arsye ka insistuar sërish vendosjen e fashikujve hetimor që të njihet me to. Nga ana tjetër ka kujtuar edhe qëndrimin me 2 standarde të gjykatës antikorrupsion, teksa ka sjellë në vëmendje vendimin e gjykatës antikorrupsion po në fillim të dhjetorit që i dha të drejtë ish-presidentit Ilir Meta edhe ai para burgosur që të njihet me fashikujt e hetimit të SPAK. Dhe për këtë arsye Erion Velia i thotë se ai po diskriminohet dhe se gjykata dhe SPAK po ja mohojnë të drejtën e tij për të njohur me dosjen hetimore. Qartë, të falenderoj Anila Hoxha që na përcolle këto informacione mbi çështjet gjyqësore që po mbahen ditën e sotme.